Buzëqeshni pak. Okej. Poziciononi mirë sepse keni një vlog shumë të bukur për të parë para. Jepni një buzëqeshje. Pak më majtas. Okej. Mirë se erdhët në një vlog tjetër të një jave tjetër. Unë jam fill pas ditës së xhirimit. Pra sot është mërkur, ora pothuajse 2. Do t'i që qeka realisht me mosh, kur je lodhur një ditë më përpara të reflektohet lodhja për gjithë javën. Nese, unë jam te këndi i mësimit, që është dhoma e Pjerushit. Nëse ka njerëz që po e shohin këtë vlog për të parë, përshëndetje, unë jam Dajana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Këtu do të shihni gjëra të përditshme të një njeriu normal që ka qejf të bëj shumë gjëra në jetë. Tani kam përgatitur drekën. Është një çik ftohtë me të drejtën dhe kam hedhur edhe një batanie këtu nga këmbët. Por më e rëndësishme t'ju tregoj pak çfarë do has sot. Të jem e sinqert, kam përgatitur edhe leftovers, çfarë kishte nga dje dhe çfarë bëra sot. Atëherë, kjo quinoa me baby spinach edhe me kale dhe qep njoma është nga dje. Sot kam përgatitur bizele të tigarnisura me selino dhe karrot dhe curry. Pastaj kam përgatitur kërpudha dhe kam përgatitur oriz basmati dhe pak gjiz me ç'e quhet. Ja, kam harroj shumë me kungull. Dhe vezën time, nuk por thash do ha dhe do ulem sepse sot duhet patjetër të dorëzoj detyrën. Dhe jam aq mbrapa sa më ka kapur paniku, nuk e di s'do t'ja bëj. Sot është Sot është e enjtë. Dhe dje ka punuar deri në orën 2 dhe u çova me ca syra kufka. Nuk e di se sa duken, por kjo është situata ime tani dhe më e bukur është se sot kam një event që ti jem e sinqert mezi e kam pritur. Brunch event, nëse do ta quaj, që është vëllë nga Smek, tipu në një nga këto vilat në periferit të Tiranës. Është me kod veshje dhe jemi në dhe kodi tek ftesa thoshte light pastel. Dhe unë nuk i kam nxjerr gjërat e verës, po dje kam shkuar te Shefkia. E kisha diçka në mendje, një fustan bojqen nga Peppermayo, po ai kishte ca lule blu në të dhe sikur e thyente. Dhe duke qenë se ftesa thoshte soft pastel, dhe mbaste nuk donte printe gjëra dhe më ndihmoi shumë dhe gjeti dy fustane për mua që janë. Ky është me, në këto s'ka shkëlqim, nuk e di si do duke në kamera. Kjo ngjyra peach ishte edhe tek ftesa dhe thash unë këtë do vesh, do t'i bëja flokët kështu një topuz nga brapa se është i gjatë, por kur e provova nuk ishte fort i rehatshëm për një brunch. Dhe ajo që unë do vesh, ja t'ja tregoj pak, është ky fustan tjetër. Pastel, por as shumë i fort nuk është kjo roza më e bukur që kam parë ndonjëherë. Edhe është i mbyllur këtë pjesa më pas, e ka të gjithë kurrizin hapur, është shumë i bukur, por unë do ta vesh me një xhaketë, me këtë xhaketën këtu. Ja, t'ja tregoj që është nga mama dhe beba. Jam pothuajse gati, do lyej thjesht buzët. Nuk bëra asgjë të jashtëzakonshme sepse nuk jam profesioniste, nuk dua që të marr përsipër diçka. Se kur shkon diku tek një make-up artiste, okay, do your thing. Por unë kaq është maksimumi im i mundshëm. Praktikisht kam bërë të përditshme, vetëm syt i kam theksu pak më shumë. Kam vendosur bijut e mia, po do përdor këtë në të gjithë trupin, edhe do marr me vete këtë parfumin nga Diptyque. Nëse u marr me vete atëherë nuk duhet të marr atë çantën. Do marr çantë tjetër. Shofi, ju nuk jeni gati për këtë. Shiheni pak. As unë s'isha gati. Shihni këtë. Të vesh edhe xhaketën. Ishte ideja ime që ta bëja një çik më casual. Edhe, edhe ai ishte shumë i bukur në fakt. Po kjo është më easy, ai është pak më i ngrekur. Okej. Tani, të bëj dhe pak banjë edhe ika.
Më në fund e premte. Së është e premte. Shikoj që është për këtë që visë. Një sekund. Të fundjavë nuk kemi asnjë lloj plani. Duam të qetësohemi pak. Pase shkojmë pak në plazh. Nëse do jetë koha e mirë të shohim. Jam kënaqur aq shumë. Po aq shumë. Me thënë, realisht ishte një ndër ato evente, plus ishte edhe për gjatë ditës edhe normalisht vibe kur je me zgjelbrimit, një pishin, pijet mira, ushqimi mirë, njerëz lezetshëm, shkoi shumë mirë. Edhe vura re një gjë te vetja ime. Ky është që kur jam kthyer nga Gjermania, ky është eventi i dytë që shkoj, sepse dhe kohë nuk kam, të jem e sinqertë, edhe shumë herë i refuzoj dhe në Tiranë ka pafund evente, jo në të gjitha më ftojnë në disa të tjera, në disa ka mundësi të shkoj, në disa nuk ka mundësi të shkoj, në disa dua të shkoj dhe nuk mundem, domethënë kjo është situata. Dhe ajo që kam vënë re, që mbas jam kthyer, kam një konfidencë tjetër, në sensin që nëse më përpara shkoja dhe rria diku aty në cep, mbase një lloj tërheqjeje, tani nuk e kam më. Ju betohem dhe jam kënaqur shumë. Shifeni tani. Do stërvitim sot, po e bëj më herë se zakonisht stërvitin. Sa kam ngrënë mëngjes, kam pirë edhe kafe, ka shif kafe sot, o zot. Sepse kjo java ka qenë pak më chill, nuk kemi pasur projekte. Ka qenë thjesht më shumë si orientim për karrierën pas detyrës që patëm. Dhe detyra e fundit e kam bërë shumë në minutë fundit dhe nuk jam e kënaqur. Nuk kisha bërë shumë më shumë. Por nuk ja dola të bëja, të jepja maksimumin tim, por është okay. Unë e di që si ishte ajo detyra, por do vazhdoj që ta punoj edhe në mënyrë vetjake. Hopefully. Shumë. Jam shpitar. Shqiptar. Shqiptar. Qa e zi? Shqiptar. Më shikoj ty. Po më shef mu? Më shikoj njerëzit. Njerëzit e YouTube-i? Jo, Qa janë duke bërë njerëzit? po punoj. Po tjetër? Tani në darkë po punojnë? Po gjenj reklamen. Jo, po gjenj reklamen. Të reklamen e si të ta bëjmë. Është i madh fare, donte të merrte një gjë me vete sot në kopër që nuk kishte arsye pse ta merrte dhe tashun më duhet mami se do ta reklamojmë në rrjetet sociale që ta shohin njerëzit dhe shiko çfarë thot. O birim. Ai. Ka një makinë shumë i bukur. Eraz! Ergysti ka bërë cappuccino për herë të parë. Kjo mund të gjajë si një kërpudh, ose si një pemë, ose si diçka ekstra terrestrial. Por yes, mësom sepse kafja na mbaroi ajo lavaca shqyrmë në fund edhe shkova te Noi dhe mora këtë kafen. Omsom është ka ardhur direkte nga Athina, kemi marrë 2 lloje fantastike. Këtë kemi me aromë strawberry dhe qumshi që Ergysti përdori është kjo sprout. Këtë nuk e di nëse do mund ta blini, por është yes. Ta. Këtu i ka rënë bomba, por nuk është se po e shqetësoj veten shumë për të bërë ndonjë punë tani. Tash jam këtë kafe edhe pas të shkoj te Ada Herbs do marr një gua sha për të masazhuar skalpin. Kur bëj atë kombinimin vajor, do shkojmë te Noi të marrim ca cardamom rolls dhe pastaj do shkojmë te Smek edhe do marrim tosterin me zgjopres.
Pastaj nuk kemi asnjë plan. Unë kisha qejf të shkonim andej nga Tajvani që të bënim piknik. Kismet. Your delicious cookies. You can share them with all the shapes of the Spektakël. Doli grupi, nuk e mora kamerën, kështu që do filmoj pak me telefon. Unë them, shkojmë tek Noja. Shkojmë te Ada Herb, marrim atë dhe pastaj shkojmë te Smith. Edhe si. Ha? Faleminderit. Deri sot po më dhëm barku te stomaku. Më dhëm barku shpirt. Pushoj. It's so high. Gjën e re. Sa jemi lodh. Ti kap që të flokët? Do të jemi knaqur. Jemi knaqur. Keni parasysh një gjë, ne do na shihni gjithmonë duke gëzuar për këto të nxjerrë, për këto gjërat e shtëpisë. Sepse Do që ka emballazhin, Jo e ke një stol tjetër të shi. Se? Ja për këtë. Qa është kjo? Pas ka dhe dust bag, oh my god, okay. Shive dust bagu sa I bukur, nuk. 15. Ha? E kur mirë, ja vlen. Po do marrë duhet, kur të fillojmë të bëjmë bukën tonë, imagjino sa mirë do theket me atë. Po bëjmë linguine me fruta deti. Këtu kam vendosur lëkur limoni, vaj ulliri, majdanoz, hudhër edhe kaq. Dhe këtu do përgatis këto midhjet një herë. Do t'i shuaj me pak verë. Pastaj do heq midhjet një nga një dhe lëngun do ta ruajmë për në fund. Por ja po ja tregoj hap pas hap. Do t'i shuaj me verë pak, se bëhen këto dhe me avullin e vetë. Sa të hapen këto, dhe më bëjmë edhe makaronat. Do t'i heq një nga një midhje sepse janë gati, edhe do t'i hedh këtu, dhe lëngun do t'a ruaj për të zjerë makaronat edhe pjesën tjetër, por ja e tregoj tani. Tani kam hedhur kalamar, domatina, hudhër, të njëjtën gjë, pak limon, sepse pak në të lind, dhe do pastrojmë ca nga këto midhjet, tjetër do t'i hedhim këtu se nuk do t'i hedhim me lëbozhga, ose dhe nuk t'i hedhim varet. Këtu kemi lëngun e makaronave. I hodha 2 me guacka, një 3 kështu sa për sy, edhe pjesën tjetër e kam këtu. Ndërkohë këto do t'i hajmë kështu. Të zjerë në gjysmë makarona do t'i hedh këtu për të zjerë komplet. Mbajta dhe këtë lëngun e midhjeve, ndërkohë dora ime u dojsh. Kjo pentri na doli super. Kush? Pentri. Nuk e di po ndjenjën, kam një kështu për brenda një ndjesimi njohjeje. Nuk e shpjegoj dot. Nuk e di s'ka shpjegoj dot, por realisht kur ushqimi njësh për mua vdes për ushqime që shumë. Më them o Zot, o Perëndi, o univers, o çfarë kush je. Faleminderit që kemi mundësi të ham një gjë kaq të shijshme. Mund të tingëlloj shumë qizi dhe budallik. Kam zemrën shumë të mbushur. Nuk mendoj që kemi bërë ndonjëherë pasta me fruta deti më të mira.
Ka bëndi një shef në restoranti. Nga ato Michelin. Nuk e gjirova dhe filmova momentin që ua ndryshuam pleun, sepse u bë shumë kaos këtu. Por ja tani po fshi dhe gjethet. Edhe do t'i uisim edhe me shpresën që nuk do ngordhin, sepse më duket sikur po më ngordhin bimët. Një fletë e këputën pa dashje, kur po ndryshone, ma fal, më bukuroshe. Okej, kam frikë mos t'i kapus, më duke fol me vete. Aj. Këtë shqiponjën një ndryshuam, e kishte rënjë shumë të vogël në base e kemi këputur pa dashi dhe e vëm në një vazo më të vogël edhe kështu. Tani thjesht ujë. Ja më t'i qoj këte t'ua edhe ujnë me gotë. Të dielën e kemi për pite, me miell integral, përgatisim lëngjet tona për javën, pastaj do përgatisim edhe drekën për nesër. Ja, kështu. Se na fillon java. I kam në bashkë mbase duan njëra tjetrën që të rriten, inshallah. Uroj shumë që të rriten. Nëse na pyesni çfarë bëni kur nuk dilni nga shtëpia, ja. Gatuajm, rrim, bëjmë luftë me Pierin. Këtu kemi bërë granola. Dhe do me thonë ka praktikisht të shërë, ka nga këto coconut flakes, ka rusht të thatë, ka arra, bajame, kanel, lethi dhe mjalt. Nuk po ju a tregoj veten time, sepse sot s'ka qenë një ditë e mirë. Avash Pierre, do t'i të blej boj. O mami, si do t'i bëjmë vezat, vetëm të kuqe? Jo, me gjyra. Po qik si përmetar? Ngjyra. Ha, thuj, ngjyra. Fare. Po, që ta kapësh ti, kollaj. Se të dua shumë. Jam në kaptu. Pieri, do ash pite? Ti ngrojim këtu? Hajde, përshëndetje. Se po e tregoja drekën, se nisa ta ha dhe harrova, atëre sot kishim. Ergysi, na thuj si të duk dreka? Unë jam dreka. Se të duk dreka? Ishte spektakel. Shumë e shishme, vërtet. Unë sot kishim patate të ëmbël, kishim kale, spinaq bebi dhe qep të njom, kishim kërpudha, kishim filet të pule, vezën time dhe domate qershi, normalisht të marinuara, perfekte, me fara lini të blenduara dhe fara lule djelli. Në këtë javë dhe javës tjetër marrë pushim me 2 javë. Hej. Sot është Sot është Thursday. Kam bërë me ChatGPT këtë foton. E kemi nga Gjermania, nga lokali e joni preferuar atje, të qyteti joni Voçkël, se nuk e di ka dalë shumë e bukur. Sot është e enjte. Jo më çfarë enjte, sot është Tuesday, më falni. Sot është e martë, unë kam quar Pierin në kopësht, kam ngrënë edhe mëngjes, kam bërë edhe kapuçinën time. Dhe avash do bëjmë gati. Sot kam për të nisur trajtimet për fytyrën tek Konja me doktoresh Antën. Edhe mezi po pres në fakt sepse kam shumë kohë që dua të bëj diçka, mbase për këto njollat pak, për radhët e zinj. Nuk e di se çfarë do bëja, kam lënë komplet doktoreshës në dorë të bëj çfarë të doj me mua, se ajo më njeh prej vitesh dhe pak a shumë e di problematikat e mia të vogla, se jam me shumë fat që nuk kam pasur problematika shumë të theksuara. Her pas here e mbani mend këtë, shifeni këto akoma nuk ka nikur.
po do ma shofi pa nga afër çfarë është qysh tek. Sado me kalimin e viteve, prodhimi i kolagjenit bie nuk është më i njëjti si në të 20-tat, kështu që do ta stimuloj nga pak me aq sa të mundem edhe një rutinë mirë lëkure. Për momenti po përdor produktet e Ada Herbs, që kam serumin që ka një kombinim me disa përbërës aktiv që ndihmon në parandalimin e njollave, linjave të reja të rrudhave, dhe kam kremin e ditës dhe të natës dhe SPF-n dhe vetëm kaq. Dhe nuk e di nëse do më duhet të shtoj diçka në rutinë, base vetëm retinoli. Hello! Unë sa kam ardhur, edhe tani unë nuk dua që t'ju afrohem, se nuk dua që të krijoj konfuzion, por kjo pjesa këtu është thjesht trajtimi me rezhuran që kam bërë tek Onja, edhe kam bërë edhe një trajtim me BBL, një kombinim që e ka bërë doktore Shanta për njollat, siç e thash, por tani nuk e di se sa shumë duken dhe nuk dua që YouTube-i të na bëjnë ndonjë lloj bani. Po që unë isha tek klinika, ergysi të shkoj kjo pakuja me këto një mystery jewelry jar që do t'i hapim tani. Ja, ta hapim këtë dritën, apo jo, që t'i shohim sa më mirë, dhe unë s'po t'ju tregoj këtë pjesën e fytyrës sepse thjesht kam atë merakun mos na e bllokon YouTube-i. Të ri kështu më mirë, edhe jemi të gjithë të qetë. Nuk jam aq buzhi, Një mu kam porositur 2 jars të vegjël, njëri kushtonte 15 euro, dhe tjetri kushtonte 5 euro. Tani, unë e di që jashtë shtetit janë shumë herë më të lira, por jo gjithmonë, në fakt sepse varet edhe nga gjërat që ka. Tani në Shqipërinë këto mundsi kemi, okay, dhe më dua t'i syze t'i shikoj. Okay, po e bëjmë shumë. Tani, e di që shumë prej jush mbas se mendoni që bob se i harxhon lekë, bla. Është një gjë qefi, është fiks, se ku e dëgjova, është një lloj, është si një lojë, dhe mua më pëlqen ta bëj këtë lojën, edhe nuk më shkojnë dëm të gjitha këto, se o do t'i dhuroj, kam njerëz plot që mund t'ju adhuroj. Kështu që vazhdojmë ta hapim këtë. Si fillim, i të ngrej pak këto, që ka ky bërzylyku, edhe është i voçkël, po është adjustable, edhe që ka me këto ngjyrat shumë të bukura dhe këtu duket sikur është gur prej vërteti. Shiko, kam parë shumë jars të kësaj faqes dhe gjithmonë kanë qenë shumë të bukura dhe uroj që ky të jetë një ndër to. Vazhdojmë? Ja, ulim këtu edhe i hapim një nga një. Këtu që ka një nga jo që nga këtu. Okej. Që nga kështu adjustable. Okej, cute që nga. Okej. Tele këtu. Presni. Ua, tu thot stainless steel. Edhe emri i kësaj firmës, por problemi është i kësaj është që është e personalizuar dhe ka 2 emra, Liza dhe Kim. Edhe qenë ka kështu. Nice. Po tani nuk e di. Nëse ndonjëra nga ju ka emrin Kim ose Liza, më thoni dhe t'ju a jap. Okej, këta kështu. Nëse dikush do martohet këtë verë dhe do veshi një fustan të bardhë vintage, edhe këta dhe dy shumë të bukur. Do t'i mbaja. Që nga një bërsylyk streqi. Okej, do t'a mbaja, që ka shumë i bukur. Çfarë është kjo? Një tjetër bërsylyk. Si hapet këtë tani? Di se si hapet, por më pëlqen. Edhe bukura është që janë të vegjël për dorën time të vogël. Okej. Shohim një tjetër. Emër të personalizuar dhe që ka stainless steel edhe kjo, dhe këtu lexon Claire. Po është një çik më pak e dukshme. Ja ta heqim këtë pjesën tjetër. Nice. Okay. Hapim një tjetër. What is this? What is this? Interesant.
Por është shumë i gjatë edhe është diçka që mbase nuk do të prishja. Shohim një gjë tjetër. Ja, për shembull këtë nuk e di nëse ka kapje, por këtë do ta vendosja si belly chain. E keni parasysh mbi xhinse? Kështu që këtë do ta mbajmë për belly chain. Edhe mund ta hapim direkt te njëra nga këto hallkat. Okej. I mungon disa gura, po që ka shumë i bukur. Shifeni pak nëse do kishte qenë. Shifeni pak se si ka këto gurat, ka që të bukur. Me jeshil. Lejmë këtu. Okej. Është me këto gurat. Duket e lezetshme. Nuk është shumë e gjatë. Do ta pastroj dhe mbase do bëhet shumë e bukur për në verë me ndonjë fustan lino të bardhë ose roz. Gjeta një gjë tjetër dhe kjo duket që është vintage, se duket me këto thurjet e veta. Po shumë e gjatë, kështu që e lëm këtu. Tani, çfarë është kjo? Nuk e di nëse do marrë më, të drejtën. Vetëm po të më teket ndonjëherë, por një sekond sa ka një gjë shumë e lezetshme, por duhet ta zhbëj. Këtë nuk e di si ta zhbëj, si ta shkokoleps, por kjo ka elemente shumë të bukura dhe unë këtë do ta mbaj sepse ka gjëra shumë të bukura dhe mund t'i marrë këtë zemrë, mund të krijoj një varse, ka këtë fluturën dhe duket sikur janë kështu stainless steel, edhe po, këtë do ta mbaja për ta rikrijuar në një formë tjetër. Edhe në të fundit janë dy vath si bronz, të vegjël. Këtu kështu. Okej, këta nuk do t'i mbaja. Kisha më shumë pritshmëri në fakt nga kjo, sepse kam parë disa gjëra shumë të bukur për kësaj fakjes, por është edhe me fat. Kështu që është shumë çështje fakti. Edhe unë shumë të kem fat në çdo gjë. Në lojë nuk kam patur kurrë fat. Okej, let's see. Duket më kështu më veror ky gjarit. Që kam një vath me gjëra, duket një lezetshëm. Kisha pritshmëri te ky i pari që hapa, ndërkohë më dali ky tjetri më i mirë. Okej. Njëna dhe voskel. Presim që a tregoj. Është kështu adjustable. Kam ndezur dhe këtë dritën, thjesht për t'ju treguar që ka i madh për mua. Po ja, po e vendos këtu. Okej, këta më pëlqejnë. Këta janë diçka vintage, për vërtetë, siç e kam qef unë. Do ta ketë edhe tjetrin këta tjetër, shifni se sa i bukur është. Është i veshur me një copë edhe për në verë me gjëra lino, kështu si boho. Po, thjesht duhen t'i pastrojmë si gjithmonë. Pse kjo gjëja që ka shumë i gjatë, por mund ta zgjidhim. Of course që mund ta zgjidhim. Që ka me një zemër të zezë. Nice. Mysterious. Shiko se ca gjëra i mbajmë se shkojmë edhe në ndonjë festë që mund të jetë. Jo, e gjeta. Këtë do ta varr te çanta. Do ta bëj kështu charm, se që ka, ose te çelsa, se që ka shumë e bukur. Ja gjeta vathin tjetër. Ja, ku janë të dy.
Ua, fik dritën më mirë se mos ishte too much. Në ndërkohë, po karikoj dhe pak këtë, sepse sa po ndez kjo e baterisë. Për të hapur edhe këtë tjetrin. Cute! Më pëlqen ky printi. Dhe ky printi është shumë i, kështu që of course do t'i mbaj. Okej. Yre. Janë me iniciale apo se duhet emri i firmës përkatëse? Jo, nuk do ta mbaj. Një nga këto kështu që shuhen. I don't know, nuk e di. Me një rip të zi. Po kjo këtu. Wait. Kjo... no. Që ka një me delfin, vetëm se delfini është shumë i vrarë. Si që e ka kështu, kjo nuk e kuptoj. Shi. Wow, sa interesante. Okej, nuk do të mbaj. Kjo më duket si choker. Edhe pse nuk jam shumë te këto chokerat e zinj, se nuk është shumë stili. Edhe këtu. Këto i dua. Këto janë shumë bukura për në verë, për në plazh. Super cute. Dhe dy fatë të tjerë. Dhe këta i dua. Këta janë fix ashtu siç unë i kam qef. Pak si 90s. Nëse se s'bë hap tani. Por shohim të tjetrin që ka super i bukur. Shumë i veçantë. Okej. Ja, se jemi drejt fundit, mos u fik kamera të lutem. Dy vath. All black. Dhe duken në gjendje shumë të mirë. Po e përdor shumë blackun. Qa është kjo? Një nazë vockël. Pase për ta kombinuar me këtë jo. Bet too much. Nëse se unë nuk parambaj shumë bijou në përditshmëri, por ndoshta për në verë, tek kishtat e këmbës. Dhe të fundit janë dy ruaza të tilla që nuk janë stilin im. Tani, unë kam shumë gjëra nga këto, edhe po mendoja që do t'i dhuroj, nuk e di në çfarë forme, se mos u trë me zonën e poshtë syve, po vendos syzat, edhe po e vazhdoj kështu video. Tash mund të lë çfarë do marrin kushërirat e mia një. Edhe pastaj do i vendos tek ai kavanozi tjetër i madh, që kam lënë të gjitha gjërat, edhe do i gjem një mënyrë se si unë t'ju adhuroj këtyre. Tani unë po shkoj të stërvitem edhe bashkë të shihemi më vonë. E mbarova dhe stërvitjen. Ja. Dhe unë tani do përgatis drekën time. Kam patate të ëmbël këtu që na kam mbetur që nga dje. Kam të mishin e grirë këtu. Do ta përgatis shpejt. Kam dhe vezën time të zjerë, që të marrë edhe sasinë e proteinës. Sot bëra 15 minuta këmbë dhe 10 minuta bark. Jam këtu, i hodha një kanell mishit të grirë, se më kujtoj tezja ime, jeton në Greqi, ku na bënte makarona me kima. Hite gjithmonë një kanell dhe merrte një shije shumë të mirë. Unë do ta bëj me makarona, thjesht do ta bëj kështu. Por ideja. Nuk e di a jeni duke e parë, kam vendosur pak djathë të shkrirë, është ky, me proteinë, mishin, e grirë, ta lejmë këtu për moment. Vendos pak qep të njoma. Do bëj një rap edhe pjesën tjetër do t'i sajoj. Atëherë, çfarë ti vendos tjetër? Po, pak turshi. Hajde ta provojmë, ja japim një shans. Por duhet ta marr proteinën time. Jo, duhet mos kam hedhur më shumë. Mos na bien aty poshtë pastaj dhe na rroft. Gati jeni. Oh my god.
pjatat tona të mrekullueshme. Okej. E hedhim edhe këtë këtu. Dite pastaj si snack kam një puding me fara chia që do ta haj për të marrë fibrat, sepse proteina, minerale i ka marrë. Lëngun tjetër të papar me kurkuma. Edhe në mëngjes kam grënë avokadon time, po thash po shtoj edhe pak tani. Domatinka. Doli njerës për t'ju a tregoj. Doli cute, do për të zi, sepse nuk jetë në ndorë papi për të zi. Fara susami. Marim edhe pak ato farat e linit të blenduara, se dhe ato kanë shumë lera. Pudingu im me chia, nuk më kam mbaru dhe mjaltin, mbase s'është gjëja më e shishme në botë, por është fibra që më duhen për sistemin tim tretës. Ja dhe pjata ime. Jami. Bëra mirë që nuk shkova ta merja nga kopshti, sepse sa më pa mua u shtank. Po ti, u trëme nga mua? Po pse? Shikoni? Ka filluar komplet të bjeri kjo entja pak a shumë, kështu që nesër beso do t'i kem super. Ergysi të boftë mirë. Ergysi po ha zëmërerën tani se drekën e ka ngrënë. Unë darkën fix, më fal. Unë vendosa syza sepse nuk dua që kjo mbyllja të jetë e këndshme dhe për mua kur ta shikoj dhe mos i tregoj juve shenjat e mia të trajtimeve të bukurisë. Faleminderit shumë për çdo mesazh, faleminderit për çdo like, comment, subscribe që i bëni këtij kanali, do të thotë realisht shumë për mua, sepse më tregon që mbase këto gjërat që më them nuk shkojnë kështu në void edhe në një vend bosh. Pirushin e kemi pak me buba dhe në fakt nuk shkova ta merja nga kopshti sepse e dija, unë e njoh Pierin dhe e di reagimin e tij dhe kur erdhi këtu në shtëpi shtangu, derisa ja shpjegova çfarë ishte dhe kështu. Okej, do da gëzuar pashk të mbara dhe të bekuara. Do ju uroj vetëm dashuri në zemër edhe harmoni në çdo gjë që bëni dhe ta shijoni sa më shumë të jetë që na është dhënë. Mos harroni të bëni subscribe. Ju kam shumë për zemër edhe bashkë që jemi të mërkurë nga një qytet që unë e adhuroj kaq shumë. Pa mundoni ta gjeni pak, shkruani në komente. Ciao!